Po. Mirë, po, kush do të asjeli busqeshjen, vjen Adela. Si vjen Adela. Vjen Shqiponja. Si dalgëzim. Vjen e kuqja jonë që na mungonte. Miro. Bardhazistave. Si u bëm gjithë shumë e këto. Mirë se erdhe Adel. Mirë se u gjeta. Wow, si e bërë sot. Gëzuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë. Kush e ngriti flamurin ama? Jo atë ditë që ka ngrit Skënderbeu në Vlorë. Ismaili, e keni mësuar që... Po edhe Skënderbeu e ngriti, po se ngriti në Vlorë. Diku tjetër, s'ka rëndësi se ku. Po, aty është çështja më e rëndë. Po, aty. Një flamur. Shiko, në përgjithësi njerëzit e mençur bëjnë gabime ose ndjekin strategjinë që thua një broçkull që të harrojnë gjërat e tjera. Ashtu, juve e festuat 28 nëntorin, e festoni? Jam punë, po e festojmë. Po, jemi live. Kemi ngrit flamurin e Bardhazisë sot. Jo, se jam shumë kurioza, a vazhdon si traditë kjo e drekave, darkave, fundjavave për 28-29? Sot për shembull isha për një drek me ca miq tanë që shqiptar të Kalabrisë, unë ndjeva shumë mirë mes tyre, ato mbanin mend akoma ato fjalët që i kishim mësuar dhe ja kishin trashëguar brez pas brezi dhe kuptova një gjë, që dashuria dhe patriotizmi tek shqiptarët që nuk jeton në Shqipëri është gjithmonë më i fortë. Jam shumë dakord, është më vërtet. Dhe këtë gjë kam provuar kur kam jetuar jashtë, por nga ana tjetër është ajo që ju thatë pak në hyrje, që ne jemi kuqezi fizikisht edhe në shpirt në datën 28 dhe 29 dhe pastaj nga hëna shohim biletat. Biles do të them një të bukur, sidomos në 31 nëntor, jemi më patriot se kur. Lëre ç'ke do më bëjnë me ata e di unë. Lëre. Të bëjnë me. Unë jam shumë e lumtur se sot edhe pijen nga lajthiza, ma pas keni sjell të kuqe. Një flakërim Coca-Cola, fiks për atmosferën. Unë gjithsesi do e respektoj, unë do dalë sot. Pas 28-ës, do e shijoj këtë atmosferën. Po ti po pive ujë këtu edhe ato s'ke nevojë të dalësh, se i more gjitha vitaminat, i more gjithë gjërat që duhen. Se lajthiza... Do qik do serumin e alkoholit tani se. Jetanatës, do qik alkoholit. Lajthiza nuk bën alkohol, kështu që nuk kemi... Thjesht të karikon që të kesh energji të qëndrosh e hidratuar. Nuk kemi. Tani, të nisim nga lajmet e sotme? Të nisim patjetër. Po, me 28-ën do e nisim, dhe me flamu, që mos na humbasi. Me Skënderbeun apo jo? Ky lajmi im s'ka Skënderbeu brenda. Lëre se s'më hiqet nga mendja moja. Por ka flamur. Në fakt unë se kisha parë këtë lajm derisa ma tregoi Ornela, edhe se besova në fillim, po Jo, ai vet. Është kutër e Çameti. Atëherë, sondazhi i parë, shqiptarët, pra ne, të dashur bardhazista, ne shpenzojmë më shumë para për të blerë flamuj për festat e 28-29 nëntorit, se sa shpenzojmë për zbukurime dritash për Krishtlindje dhe vitin e ri. Po mirë, kjo është një gjë e mirë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Nëse është e vërtet, kjo unë do jem dakord 100%. Unë votoj për këtë lajm që t'jeti vërtet. Po pse çfarë diferencë bën? Edhe 28 edhe Krishtlindja. Ose flamurin tani mund ta përdorësh si kostum. Flamurin mund të mbulosh makinën, mund të mbulosh gropat në mur, mund të veshësh balkonin, mund të lësh komshiun, mund të pelerin. Po, çfarë të duash, flamur, duhet të ketë flamur pafund për mendimin tim. Biles edhe ai flamuri që bëri atë gabimin është i falur vetëm se ka mbrin flamur. Po mendoj vetëm për këtë. Po. Po rrofshin flamujt, pra rrofshin Ne në vëri themi flamur. Nëse mua më mungon një gjë, dua të shikoj atë flamurin e bukur të qëndisur, se këto fotokopjet e flamurit shqiptar... Atë të marri gostu atë? Atë dua të shikoj. Dhe ai sa do i shtrenjtë unë duar që shqiptarët atë flamur të blejnë. Jo, për atë s'kanë se sepse flamuri nuk ka çmim. I kanë harxuar lekë duke bler bluzat e Gjermanit edhe do ta kishin bler, edhe atë që thuat, po i kanë. Po as do po kursejnë. Pra këtë lajm ju e besoni të dy? Jo, nuk është e besoj, do donim ta besonin. Po mirë, edhe Krishtlindja dhe Viti i Ri është një festë që sjell harmoni dhe gëzim në familje. Unë kam përshtypje që flamurët shqiptar ku prodhohen? Në Kinë? Po, besoj pjesa më e madhe në Kinë. Tani, kinezi nuk e di se si e kemi bërë ne, me çgjak e kemi bërë ne atë flamur. Prandaj them që flamuri duhet jetë një objekt, jo flamur noga, flamuri. Duhet jetë një objekt që të prodhohet këtu dhe të prodhohet ashtu bukur, si që ishte në kohën e Marigos. Vetëm do i rritet vlera, Ornela, s'do kemi mundësi pastaj që ta varim kudo në çdo tep. Është pundore, është handmade. Okej. Vazhdojmë me lajmin e dytë që kap Ornelën, mua dhe kemi një grua tjetër këtu në studio. Ja. Ku na kap nga këmba, nga dora, nga... Po na kap kështu, nga maja e flokut deri në gishtin e vogël të këmbë. Sipas një studimi, numri grave psikopate është 5 herë më i lartë. Ne kemi punë me psikopatin, po ne jemi gra. Kështu që numri i grave që kanë tendenca për të pasur
i qik psikopati brenda, shkarje. Po Shqipëria është futur në këtë se po edhe Shqipëria disa vete edhe Shqipëria. Po? Një në tre. Dëgja, unë them që këtë... Pse mendon kështu për Shqipërinë? Ti mendon që në Shqipëri ke vajza më shumë psikopate se jashtë në botë? Jo, unë mendoj që ti ke parë se çfarë bëjnë ato nëpër trenat e Europës e të Amerikës? Unë mendoj se do të përgjigjem psikopatisë burrave që është për çështje barazie. Okej, e drodhi. Jo, se drodha unë, drodhi shoqëria. Është lajm i nxjerr nga meshkujt, nga burrat, sepse ata duan që ore, gruaja të skanon me një shikim. Ashtu, a? Po, unë mendoj që një grua e zgjuar e skanon burrin kur e tradhton me një shikim. Sa vjen ai dhe thot, je çmendur. Kështu që ata i hapin këto lajme për gratë. E bëjnë kastile për të na marrë kalan nga... është një mënyrë mbrojtje, kështu që ky studim nuk është i drejtë. Po të tha groja po të vëzhgoj? Është manipuluar nga burrat. Po të tha groja po të vëzhgoj, ëngre? Studim, po është duke të bërreze. Po, fiks po të ka bërreze. Edhe ne vërtet s'na shpëton asnjë gjë. Gjithsesi në fund do zbulojmë është i vërtet apo jo dhe shkojmë tani tek lajmi i tretë, që është shumë... Para se të shkojmë te lajmi i tretë. Ku do na çosh? Te kafeja jote preferuar. Është vetëm nam-nam. Është vetëm nam-nam dhe të tregoj diçka, unë kafe nuk pi, por pi vetëm nam-nam të premteve. Pi vetëm çdo të premte para se të vi këtu, unë pi nam-nam. Përse nam-nam të pedh në atmosferë. Po nam pra. Është si ato raketat. Raket mo raket. Po. Tani, do shkojmë sik në Turqi si raket, fup, pup, pup. Qa ka Erdogani? Shumë të konservator, se s'po më vinte fjalla, se me kë po nisë, po s'po më vinte fjalla. Tani, nga sot e tutje, me shumë mundësi, në Turqi, në momentin që bashkëshorti ose partneri do i bëj like foto si një gocë tjetër, divorc? Kjo do të konsiderohet tradhti, mungesë besnikërie dhe po, mund të konsiderohet një provë për të shuar në divorc dhe për të ndarë pasurinë. Alibi për të mbyll Instagramin, duket. Nuk e besoj. Unë të kshavajt burg me këtë. Jo, e besoj, po... Unë i bëj like gjithve, bura, gra, quna, qatë jenë, nuk mendoj që ti... Nuk mendoj që ti donator. Ata që kam mish, i konsideroj mish dhe i bëj gjithmonë like. Ata që si kam, nuk i do. Po kjo nuk është për mish, kjo është për ato like-et ku ti shet 2 metër shal, të shtrien një qarqaf të bardhë. Faj është imi, është faj asaj që nxjerr, jo faj im që i jo. Faj jotë është kur i bën like, se faj asaj që i nxjerr, pra do me thonë që të mos e pëlqejmë të bukurën e. Po mira, a është kjo një mungesë respekti ndaj partneres ose partneri dhe në rastin kur ti e bën këto like-et me meshkë? Jo, nuk është mungesë respekti, unë mendoj që mungesë respekti është edhe kur e shikon në rrugë. Që kalon një bukurosh edhe ta, koka? Po është një regull që thotë kështu. Kthej kokën vetëm 2 herë, po e ktheve të tretën e ëngre. Vetëm kështu thuhet. Jo më shumë se 2 herë. E treta kthehet kështu me lezet. Mirë, votoni pak tani. Unë votoj për lajmin e parë. Janë 2 lajme të vërtet. I pari dhe i treti? Po? Unë nuk e besoj lajmin e dytë dhe besoj... Njësoj si mua, do më thë. Jo, as të tretin se besoj. Po do votosh për 2. Po ti mos e beso po deshe, po. Unë dua që shqiptarët argjojnë lek për flamuj. Po, për këtë po. Si shkojnë në sondazhin, e? Si shkojnë në sondazhin. Hera e parë që ju nuk godisni. As një fare? Fare? Kush e tha që është i vërtet lajmi i tretë? E ka gjetur. Ornella tha po. Po, një e ka gjetur Ornella, ti Erion, një... Unë hiq. Ti hiq, jashtë orbite. Në fakt, edhe pse... I do ato 500. Në fakt, edhe pse është pak për të shqetësuar, lajmi vërtet është lajmi i dytë, që është rritur me 5 herë numri grave psikopate. Po, studimi është manipuluar nga burrat. Kjo pastaj duhet të bëhet një studim i dytë për këtë. Dhe gjithashtu lajmi vërtet është ai i Turqisë, ndërkohë kjo e flamurit për fat të keq nuk është ende, por pas argumenti dhe mënyrës se si ti e shpjegove, shpresojmë që vërtet flamurit të fillojnë të prodhojnë në Shqipëri, le të paguajmë pak më shumë, ne nuk e kemi problem të paguajmë as këto biletat e shtrenjta në stadium. Do ta bëje si biznes, Adele? Po s'm kishte shkuar mendja, po do më shkonte, ë? Po do të shkonte shumë, patjetër. Thjesht do mendoja ku do vishja flamurin që ta shistja mirë. Unë kam vërej që ti je shumë patriote. Jam patriote. I do shumë shqiptarët e Kosovës. Jo,
Jo, flet Po i dua. Flet me shumë pasion për... Flas. Edhe ne i duam. Edhe të Malit të Zi duam, edhe të Malit të Zi. Po, e di pse e thot këtë, se kam një orë shukur kam ardhur. Që vetëm ato këngët dëgjon. Ne bënim prova, vetëm ato këngët dëgjon. Vetëm këngë patriote. Po janë të Shqipërisë ato, për festën e flamurit. Ato janë për efekt TikTok-u. Atëre, mesazhi... Unë do doja një urim sot nga Adela. Po. Unë... Po, jo mesazh, po e urim. Unë do doja që shqiptarët të jenë të lumtur ku do ndodhen. Për mua patriot nuk të bën se ku ndodhesh fizikisht, nuk të bën as kjo që lesha që kam vendosur unë në kokë, nuk të bën as të vishesh ku që zi. Patriot të bën të respektosh adhetarët e tu, të respektoj unë Erionin, të respektoj Ornelën, të respektoj vëndin tim, mos i bëj keq vëndin tim. Pastaj se ku unë do zjetha kaloj jetën dhe si do vishem dhe qa do vendos në kokë, kjo mendoj që nuk ka rëndësi as pak. Adela, bëf shqef sonte, faleminderit shumë. Sepse Tirana është ndezur, ndërkohë që ne do të vazhdojmë bardazin këtu. Faleminderit Adel, miru ta kofshim të javën e ardhshme.